Allahu qofshin mbi dërgumin e tij të fundit, Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnikë, mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tyre deri ditën e fundit, ditën e gjykimit. Pas falëndrimit Allahu xhelle xhelaluhu, ju falenderoj gjithëve dhe juve për pjesëmarrjen tuaj, për ndarjen e kohës në dëgjimin dhe pranimin e këshillave, të cilat me lejen e Zotit, që synimi vetëm është që ta afrohemi më tepër tek Allahu subhanahu wa taala, përmirësohemi më shumë për Allahun dhe të bëhemi më të mirë dhe më të dashur tek Zoti i gjithësisë. Do ta fillojmë inshallah taala takimin ton të radhës, sepse siç e dini edhe ju, çdo muaj me lejen e Zotit kemi hoxhallar të ndryshëm të ftuar në mesin ton. Sonte inshallah do kemi Hoxh Selmanin. Para se të fillojmë me Hoxh Selmanin, do ta hapim inshallah taala me leximin e Kuranit nga Habib Jon Yasir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل ختال كفور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Para se të japim fjalën Hoxh Selmanit me lejen e Zotit, edhe vllai jon Hoxha i dashur, Hoxh Zeidi, do i thot dy fjalë inshallah taala, sepse e kemi dhe përgjegjësin e institutit inshallah të qendrës Aisha këtu në Asli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Dy fjalë shurta inshallah sepse i gjërat do flas për sa i përket qendrës. Unë jam vllai juaj Zeidi. Po rrjetet sociale figuroj me emrin Oral. Emri origjinal është Oral, po vllazën jam me emrin Zeidi. Unë inshallah kam mbaruar tek fakulteti i Jordanis për fiqh dhe usul, për sisteme ndryshe për shariat. Gjithashtu kam mbaruar tek fakulteti Politeknik i Tiranës për degën inxhinieri gjeoinformatike. Unë jam momentalisht drejtuesi i kësaj qendre dhe mundohemi që kjo qendër të jetë në dobit muslimanëve të këtij vendi. Kësaj zone, po jo vetëm.
Si do bëjmë muslimanëve? Ne dimë që në këtë qendër, alhamdulillah, organizohen këshilla si kjo mujore. Dhe këshillat fetare janë prej shkaqeve më të rëndësishme që besimtari qëndron në fe. Po ta shikosh njerëzit më të suksesshëm, kush kanë qenë? Njerëz që kanë qenë më afër pejgamberit alayhis salam. Ka qenë Abu Bekri, ka qenë Omeri, ka qenë Uthmani, ka qenë Aliu radhiyallahu anhu. Këto të katër jo vetëm që e shoqëronin pejgamberin alayhis salam, po kishin dhe hyrje dalje. Pra pejgamberi alayhis salam u martua me vajzën e Abu Bekrit, u martua me vajzën e Omerit. Dhe i dha vajzën Uthmanit, i dha vajzën Aliut, pra kishin dhe lidhje familjare me njëri tjetrin. Dhe sa më shumë ne jemi afër njerëzve të njohur, xhallarëve, përkujtohesh me këshilla, aq inshallah më qëndrueshëm dhe jesh në fenë e Zotit. Prandaj alhamdulillah që është ky takim mujor, dhe pse jo vetëm këtë takime të tjera. Kjo qendër nuk do shërbej vetëm për takime fetare, do jetë për gjëra që i shërbejnë muslimanëve, që i shërbejnë posaçërisë studentëve. Momentalisht ne kemi këtu mësimin e AutoCAD-it. Vëllezërit që studion inxhinieri ose arkitekturë njohin si program, zhvillohet mësimi i AutoCAD-it, sapo ka filluar, mësimi është falas për studentë. Zhvillohet mësimi i dizajnit, ka filluar të mësimi i dizajnit, pra pjesa me Canva, programi Canvas për vëllezërit që e njohin. Gjithashtu ka dhe aktivitete të tjera fetare, siç janë për shembull kurset, gjuhës angleze, pra kurset e matematikës, pra kjo do të shërbejë për vëllezërit tanë falas. Kush i lehtëson muslimanit, është hadith i saktë, Allahu azza wa jalla ia lehtësoi çështje për këtë botë dhe në botën tjetër. Pejgamberi alayhis salam gjithashtu, pa u zgjatur, kërkonte ndihmë dhe thonte Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. O Allah, kërkoj mbrojtje nga dituria që nuk bën dobi. Dhe dituria që nuk bën dobi kanë thënë ai dituri që s'ka fare dobi prej saj. Në moment që shkollimi juaj sjell një lloj dobie, që është furnizimi i rrezikut të tjerë me radhë, atëherë hyn ke ditë dobishme. Prandaj kjo qendër inshallah me lehtë Zotit shërbej si për vëllezër musliman për këshilla fetare, për takime moxhallar, alhamdulillah këtë qendër pra janë moxhallar që janë pjesë e saj, po edhe jo vetëm për çështje tjera për sa i përket dynjas, për mësime për studentët, për profesorë nga vëllezërit tanë, por edhe për çështje tjera, kush do takime, kush do dalin asnjëherë, tjerë të takohet me çuna. Kjo qendër është e hapur për gjithë. Pa humbur kohë inshallah, vazhdojmë me programin tonë, ja lëm fjalën hoxhës së nderuar, hoxhës Zoti shpërblet. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu shpëlbeft me të mira të gjithëve, radhpar organizatorëve dhe ju gjithë pjesëmarrësve. Lutem Allahun azza wa jall që këto tubime t'i bëjë të begatshme, t'i shkruaj hapat tuaja në peshorën e veprave të mira, atë ditë që nuk bën dobi pasuria e as fëmia. Tema që më është lënë sot është temë mjaft me rëndësi, temë shumë e madhe, minutat mi kanë kufizu shumë, ishin trem në nuk e di, edhe do mundohem që shkurtimisht me i kaluar disa pika, duke zgjedhur më të rëndësishme ndaj tyre, megjithëse kjo temë do prap shumë kohë, shumë minuta që me fol, apo dhe orë që me fol rreth kësaj teme. E kjo është rreth kohës, pra që shikojnë pra ditët kalojnë, çfarë po ndërtojnë për ahiretin. Hemi i besimtarit, gajle ati, mundimi i tij, çfarë mundon atë, është ahireti. Jeta tjetër. Çdo gjë që e bëjmë këtë dunja është momentale, apo është do shkoj, do kaloj. Ndërsa ahireti është ajo që na pret dhe është një jetë e përhershme. Jemi mësuar në këtë dunja që e masim suksesin tonë me pasurinë. Sa i pasur është, kaq, i pasur pra pasa sukses bëll, apo me postin, apo me shoqërinë, apo me gjërat e kësaj dynjaje. Ndërsa harrojmë se kapitali kryesor është koha. Pra gjëja që na dallon në këtë dynja, apo që duhet me shfrytzuar në këtë dynja është koha. Që dhe koha është jeta jonë. Allahu azza wa jall betohet në Kur'an. E thotë wal asr, pasha kohën. Dhe Allahu azza wa jall betohet në Kur'an në shumë gjëra. Dhe në gjëra që betohet Allahu azza wa jall tregon madhështinë
e atyre betimeve që ai ka kryer. Në këtë surë Allahu Azza wa Jalla është betuar për kohën. Pra domethënë njeriu besimtar, koha është çdo gjë. Pra ty të është lënë një kapital shumë i madh që duhesh me shfrytzu dhe është i barabartë tek gjithë njerëzit. Pra jo disa njerëz e kanë mundësinë më shumë e disa më pak. Gjithë e kanë 24 orë në ditë. Koha që ne e jetojmë. Me të vërtet, njeriu është në humbje, thot Zoti. Pastaj përmend se kush nuk është në humbje përveç atyre që besuan, punuan mirë dhe u këshilluan me njëri tjetrin për durim dhe në të vërtetën. Pyetja është se ku ne shfrytëzojmë kohën tonë. Dhe një kohë që na ka ikur, a mund ta rikthejmë ne më atë apo jo? Qoftë edhe punë minutash. Ndoshta pasurinë që na humb e kthejmë. Postin që na humb e kthejmë. Shoqërinë që na humb mund ta kthejmë. Koha, ato minuta, ato çaste, ajo orë që na humb, kurr nuk mundemi me e kthyer ata. Kurr nuk mundemi me e kthyer kohën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë: "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-siha wal-afia." Dy mirësi janë të shkujdesur njerëzit ndaj tyre. E ato janë shëndeti edhe koha. Edhe koha e lirë. Pra janë të shkujdesur njerëzit ndaj shëndetit tyre, po ashtu edhe ndaj kohës që Allahu Azza wa Jalla ka lënë njerëzve. Po vallë, si kalohet koha e besimtarit? Si e kalon besimtari kohën e tij? Besimtari kohën e tij e kalon me adhurim, që është pika kryesore kyçe e jetës tonë këtë dynjë, adhurimi. Po ashtu puna e ndershme. Po ashtu kujdesi ndaj familjes, pra një farë kohe pra e ndajmë për familjen. Kohë ndajmë për diturinë, për pushimin, apo për argëtim, dhe kjo kalon në adhurim. Pra dhe argëtimi që ne kryejmë është adhurim vete, nëse pra e kalojmë në bindje ndaj Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall thotë në Kur'an: "Wala uqsimu bin nafsil lawwama", dhe betohem në atë shpirt qortues. Ç'është ky shpirt qortues? Thonë disa prej dietarëve, gjëja e vetme që bëhen pishman banorët e xhenetit është ajo kohë, ato çaste, ato momente që i ka kaluar kohën kot. Pas gjë tjetër s'bën pishman për këtë dynjë. Vetëm për atë çast që e kalojnë kot pa dobi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith: "Nuk ka me lëvizur këmba njeriu ditën e gjykimit pa u pyetur për disa gjëra. Dhe prej tyre që do pyetet është për jetën si e kaloi. Pastaj edhe për rinin ku e kaloi rinin. Po mirë, rinia nuk është pjesë e jetës. Është. Pra rinia është pjesë e jetës. Pra rrallë parë për jetën përgjithësi, por veçanërisht për rinin, si e kaloi rinin. Dhe kjo për të treguar rëndësinë e kësaj kohe, rëndësinë e kësaj moshe. Dhe është gjëja më kryesore në jetën e njeriu, rinia. Rinia është një përbegative më të mëdha që Allahu Azza wa Jalla ja jep njeriu. Ajo është periudha e forcës, periudha e energjisë, është periudha e ëndrave dhe mundësive, mund të ndryshosh në rinin tënde. Jo kot studimet bën në rini. Pse? Për treguar jetën e kësaj dynjaje. S'mund ti në moshën 50 vjeçare me mësu, me studiu, me ndryshuar jetën tënde. Por njëkohësisht dhe me rregulluar ahiretin tënd duhesh qysh në rini. Rinia e ndryshon ahiretin, e rregullon ahiretin. Rinia është koha Bismillah. Rinia është koha e ndërtimit të ahiretit. Allahu Azza wa Jalla e do atë ri që e kalon rinin e tij ndaj bindje të tij. 7 kategori që Allahu Azza wa Jalla i strehon në hijen e tij, a di që s'ka hije, pos asa hija është dhe ai i ri i cili është rritur në adhurimin ndaj Allahut Azza wa Jalla. I ri që është rritur
e ka kaluar rinin në adhurim ndaj Zotit. E ka kaluar me namaz, e ka kaluar me lexim Kurani, e ka kaluar me shoqëri të hajrit, e ka kaluar me hap duke hell hapa për në xhami. Imam Shafiu thoshte, koha që ne jetojmë është si shpata. Nëse nuk e pret atë, pra nëse nuk e shfrytëzon kohën, atëherë koha ka me të pret ty. Pra koha do të shfrytëzoj ty. Koha do të humbi ty. Nëse nuk e shfrytëzon kohën për punë të dobishme, që t'jeti kënaq Allahu Azza wa Jall, atëherë dije se koha ka me shfrytëzu ti. Ty kemi harxhu kot. Koha e lirë të vret. Sidomos kohë e lirë dhe parë në xhep shkatrohesh. Shpesh njeriu mendon, dhe kjo është tek gjithë. Dhe thot, kam kohën. Le të bëj qef një herë. Nëse nuk do e shfrytëzoj tani, kur do e shfrytëzoj? Ama kush e garanton se ka kohë? Kush e garanton? A mos ka ardhur ndonjë shpallë ka thonë që ti o filan, ti vallai keca e vite boll. Kismet nga, se të mush 80 vite. Kush garanton ty se ti do kesh kohë mas shumë vitesh të kthehesh tek Allahu Azza wa Jall? Le të lexojmë disa vargje të Imam Shafiut, ku thot: "Tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri", shtoje devotshmërinë, lidhje me Allahun Azza wa Jall, sepse ti nuk e di. "Idha janna leylun hal ta'ishu ila al-fajr", nëse arrin nata, nuk e di ti se a do arrish deri në agimin e ditës. "Fa kam min arusin zayyinuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum laylat al-qadr", sa goca i kanë zbukuruar, i kanë përgatitur për të futur, për të shkuar tek dhënë tek burri i tyre, por se nata ishte ajo, pra apo shpirti u doli para se me arritur atë saktim të Zotit, para se me arritur atë moment. Apo kësa të vegjël, thot Imam Shafiu, shpresoheshe se do rriteshin, do fuqizoheshin, por se shpirtrat e tyre u futën në errësirën e varrit. Apo sa njerëz të sakt, pas mundje, ndërruan një jetë, edhe sa njerëz të smur që priteshin nga momenti në moment, që të ndërronin një jetë, ata u bën mirë. Pa që është ndërë Allahut Azza wa Jall. "Wa kam min fata amsa wa asbaha dahikan wa qad nusijat akthanuhu wa huwa la yadri", dhe sa djelmosha të ri ngrysen edhe gëllihen duke qeshur, ndërkohë në krahun tjetër po thureshe, po qëndiseshe qefini për ta. "Fadawi ma la taqwa al-ilahi fa innaha", prandaj gjithmonë angazhohu me devotshmërinë ndaj Zotit tënd, sepse është një shpresë apo është një angazhim që ke me gjetur një ditë kur dalësh para Allahut Azza wa Jall. Këto ishin shkurtimisht disa thënie të Imam Shafiut, ku nuk i japin siguri njeriut, nuk di se sa është jeta jote, kur do kthehesh tek Zoti, nëse kthehesh sot. I gjithë kjo angazhim për rinin, apo ato udhëtimet që bëhen, apo jeta duke menduar njëu gjithmonë thotë t'jetoj i lumtur, t'jetoj në harmoni. Pra kjo është synimi i gjithëve. Ama harrojmë ne se lumturia e vërtet është në afërsi me Allahun Azza wa Jall. Wallahi, betohem Zot, nuk jeton i lumtur një i ri që është larg Zotit. Lumturia është diçka që futet në zemër, jetohet me ta. Nuk e jep Allahu Azza wa Jall atij që është larg Allahut Azza wa Jall këtë lumturi. Ela bi dhikrillahi tatmainul qulub, me përmendjen e Zotit qetëson zemrat. Pse a nuk qetëson zemra duke pat pasuri shumë? Jo valla. Ajo është diçka që ty është një pjesë lumturie, por se nuk është lumturia krejt.
Posti është diçka që të gëzon, por nuk është krejt. E gjitha është a je në rrugën e Allahut apo jo? A është i kënaqur Allahu Azza wa Jall me ty apo jo? Kjo duhet të jetë pyetja që na vrasë gjithmonë, të mundohemi për këtë, që të mundohemi me arritur afrimitetin me Allahun Azza wa Jall. Kur flasim për kohën, për jetën tonë, sepse jeta jona ajo është koha, shembullin më të mirë pas profetëve japin sahabët, selefët tonë të parë, se si ata e kanë shfrytzuar atë. Pasuesit e profetëve, shumica e tyre, pjesa dërmuese ishin të ri. Pjesa dërmuese e sahabëve, se tash profetëve, e sahabëve që e pasuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ishin të ri. Ali ibn Abi Talibi, dhe ishte më i vogli i sahabëve. Po shtë nuk ne jam i vogli edhe ai ishte që ndryshoi, ai ishte që më vonë u bë dhe prisi besimtarëve. Dhe kush është Ali ibn Abi Talibi radiallahu anhu? Mus'ab ibn Umairi e la luksin e kësaj dunjaje. Kur kalonte Mus'ab ibn Umairi nëpër rrugët e Mekkes, të gjithë e kuptoni se ka kalu Mus'ab ibn Umairi për shkak parfumeve të shtrejta që ai vendoste. Ishte fëmijë përkëdhelur tek prindërit e tij, por se ndryshoi Islamin. Kur pranoi Islamin, një lumturi më të madhe se e kretë dynjaja i erdhi në zemrën e tij. Dhe asgjë nuk peshonte tek ai sesa Islami. Ja ndaluan prindërit pasurinë, s'ka problem, Islam ta kemi. Derisa u bë ambasadori i parë në Islam. I pari që shkoi me përhapjen e Allahut azza ishte Mus'ab ibn Umair. E gjitha kjo për të jetë Allahu azza wa Jall i kënaq me ta. Po ashtu kemi në Kur'an Allahu azza wa Jall na tregon histori të shumta me të ri. Ndërta është tek sura Kahf, si thot Zoti, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ata ishin disa djelmosha që besuan në Allahun azza wa Jall. Dhe ne vashtuam devotshmërinë. Djelmosha që ndryshuan çdo gjë, e lanë të mirat e kësaj dynjaje vetëm për të arritur kënaqësinë e Allahut azza wa Jall. Dhe Allahu i përmendi ata në Kur'an. Rinia nuk është pengesë për vetë devotshmëri. Pra jam i ri, unë tani larg devotshmëri, jo valla. Përkundrazi, rinia është mundësi e madhe që njeriu të arrijë devotshmërinë e tij. Hasan el-Basri ka thënë, o biri i Ademit, o biri i Ademit, ti je vetëm disa ditë në këtë dynja, je vetëm disa ditë. Dhe sa herë që kalon një pjesë apo disa ditë të kësaj dynjaje për jetës tënde, ka ikur pjesa jote. Janë ditë numëruara në këtë dynja. Dhe sa herë që na ikin ditë, dhe sidomos rinia jon, ka ikur jeta jon për kësaj dynjaje. Ibn Mesudi radiallahu anhu thoshte, nuk jam penduar prej ndonjë gjëje që më ka humbur nga kjo dynja, më shumë se kur kam humbur kohë larg Allahut, larg përmendjes Zotit, larg leximit Kuranit, larg namazit. Aty jam penduar shumë. Se më ka humbur pasuri, s'ka problem. Imam Nawawiu ka jetuar 44 vite. Po vallë, kaq pak vite si ai i ka shfrytzuar për Allahun azza wa Jall. Ka bërë libra të shumt, bereqet që ka dhënë Allahu azza wa Jall. Libra në akide, në fiqh, në hadith, e shumë libra, ndërsa Riyadus Salihin që nuk ka shtëpi muslimansh që nuk e ka. Arba'in an-Nawawiyya, 40 hadithe Imam Nawawiu, e shumë libra. Allahu azza wa Jall ka dhënë bereqet. Po si? Duke shfrytzuar jetën e tij. Par nuk matet jeta në këtë dynja sa vite jeton. Nuk matet jeta në këtë dynja se sa vite jeton. Por se matet se si po i shfrytëzon. Matet se si po i shfrytëzon. Dikush pak jeton, por shumë punon. Shumë afrohet tek Allahu azza wa Jall. Dikush tjetër shumë jeton.
Ama del tek Allahu Azza wa Jall zero, pa asnjë gjë. Imam Bukhariu, që Allahu Azza wa Jall i ka dhënë sukses tek libri, dhe është libri i dytë më i saktë pas Kuranit. Por se Imam Bukhariu jo kot e arriti këtë gjë. Jo kot u bë kaq i famshëm. Ai për një hadith udhëtonte mijëra kilometra. Për një hadith udhëtonte mijëra kilometra për me marr dhe me shku tek libri i tij. Kurse ne sot një takim mujor që bëhet si me përtesë apo biturin tonë kemi shumë të rrahashme në arret. Kuran kemi të gjithë për shtëpia. Libra, çdo kush që interesohet arrin i gjen, ama vullneti është i dobët. Vullneti është i dobët. Dhe nuk kemi sukses pastaj. Nuk kemi arritje në fenë tonë. Dhe gjithmonë i neglizhojmë. Nuk i marrim gjërat me vullnet, me seriozitet. Njeriu në këtë dynjë për çdo gjë përgatitet. Kam një udhëtim, do përgatitet. Kam një ndeshje futbolli, do përgatitem. Një dasëm diku, do përgatitem. Një takim me disa, do përgatitem. Por se pak përgatitemi për ahiretin. Pra për gjëra momentale të kësaj dynjaje përgatitemi. Ndërsa për jetën tonë e përhershme pak përgatitemi. Duhet më përgatit më shumë për atë jetë. Një person erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë: "O i dërguari i Allahut, kur është kiameti?" Pra po e pyeste për kiametin. Është diçka që është kurioz njeriu. Dhe i priti tha mos më marrë një përgjigje prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ju kthye dhe ju tha: "Çfarë ke përgatitur ti për kiametin?" Pra kjo do të na vrasë. Çfarë ke përgatitur për kiametin? Nuk është më rëndësi kur është kiameti. Nuk e di askush. Ilmuha indallah, dituria e kiametit është tek Allahu Azza wa Jall. Por se çështja është çfarë kemi përgatitur ne për kiametin. Do thotë ndonjëherë prej nesh, po ndash Zotin e nuk na arrin kiameti. Nuk është kjo. Të gjithëve ne na arrin kiameti. Njeriu kur ndahet nga kjo dynja, për atë ka filluar kiameti. Vdekja është kiamet për ta. Ndarja nga kjo dynja është kiamet. Por se çfarë duhet më përgatit? Për çfarë i orienton të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që më u përgatitur? Si më u përgatit për kiametin? Si më u përgatit për vdekjen tonë? Si më u përgatitur për botën tjetër? Si më u përgatitur për daljen para Allahut Azza wa Jall? E para prej tyre është namazi. O ju të rinj, namazi. Mos e nhum namazin. Mos e neglizho namazin. Namazi është lidhje midis njeriu dhe Allahut Azza wa Jall. Pa namaz, punët nuk i kemi mirë para Zotit. Mjafton, nuk po them është jo besimtar apo jo lëndsi namazi, por mjafton si çështje që dietarët kanë bisedu, apo dietarët janë mosmarrëveshje që në konflikt që a është lëndsi i namazit musliman apo jo. Kjo mjafton që njeriu t'i vëjë rëndësi namazit. Namaz, 5 kohë namaz ditë. 5 kohë namaz ditë duhet me i lanë njeriu. Është përgatitja më e madhe që e bën njeriu që dalë para Allahut Azza wa Jall faqe bardhë. Po ashtu pendimi. Kush prej nesh është pa gjunahe? Le thotë dikur s'kam gjunahe. Me u pendu shumë. Allahu Azza wa Jall në shumë ajete kuranore thotë: "Tubu ila Allah." Pendoni tek Allahu. Ejuhel mu'minun la'allakum tuflihun. O ju besimtar, pendoni tek Allahu që të shpëtoni. Gjunahet janë pikat zeza që vendosen në zemrat tona. Nëse nuk pendohemi, ato pikat zeza shtohen derisa zemra nxihet. E mirë për ty pastaj. Ndoshta pendimi e bën njeriu që të pastrohet. Kemi pa një ujë i cili është dhum, i pist, ku
Kur I kthejmë dhomë për ujë të pis, prapa I vetëm nxihet. E tilla është me gjinohen. Ama kur I hedhim ujë të kulluar, ai pastrohet derisa deli pastër, I kulluar. E kështu duhet të jetë besimtar. Duhet ta ketë zemrën besimtare kur të dali para Allahut Azza wa Jall. Po ashtu të drejtat e njerëzve. Mos më fut hak njerëzve. Një hadith I frikshëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I pyet shokët e tij dhe u thot: "Atë drune menil muflis, a e dini kush është I falimentuar?" Kreti thanë, pa disa I thanë, oj dërguar Allahut, I falimentuar është ai I cili s'ka dinar, nuk ka dirhem, pra s'ka pasuri, s'ka lek në xhep, mbaron. I njëjti është edhe tek ne. Pra I cili s'ka pasuri, ai është me pavlerë. Ndërsa I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thotë, jo. I falimentuar është ai person I cili ka me ardhur para Allahut Azza wa Jall, ka me dalë para Allahut me shumë namaz, shumë agjërim, me zekat, me vepra të mira, me lexim Kur'ani, çdo gjë sa malet, me punë të mira. Ama ka shah filan, ka ofendu tjetrin, ka përgoju tjetrin, e ka cyt tjetrin, ka fut sherr midis njerëz. Dhe çdo kush prej tyre vjen për të marrë të mirat që I ka bën ky person I cili ka punuar mirë. Sepse atë ditë nuk paguhen borxhet me pasuri. Sa keq kanë bën ty kaq, na pasuri. Jo valla. A ditë janë vetëm punë të mira. I kanë bën pa drejtësi dikujt, nga punët e mia ja jap atij, ja jap që t'ia shlyej atë gjë të keqe që ja kanë bën. Derisa ky personi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I mbarojnë të gjitha punët e mira. Por akoma kishte njerëz që kishte bë padrejtësi dhe vijnë te ky. Thonë o Zot, ka bë padrejtësi. Pastaj I japin punë të këqija, ja japin këtij personi. Pra nga malet me punë të mira që I kishte, I mbarojnë gjitha edhe zhytet pastaj në punë të këqija që a merr të tjerëve. Ky është I falimentuar. Pra me pat kujdes tek e drejta e të tjerëve. Çdo kush me pyet veten, çfarë kanë përgatitur kur dal para Allahut Azza wa Jall. Sepse ahireti nuk është vetëm duke shpresuar. Pra unë shpresoj mirësi tek Allahu. Unë shpresoj që kur dal para Zotit kem shumë mira. Nuk është kjo valla, vetëm me shpresu. Me punë. A bëhet njëri I pasur vetëm duke shpresu. Unë shpresoj të kem pasuri. Unë shpresoj të kem a bëhesh I pasur? Jo valla. Pos dole, pos punove, pos u mundove, po nuk sakrifikove, nuk arrin pasurinë. Po nuk sakrifikove, nuk arrin të mira në këtë dynja. Po në botën tjetër në ahiret. Si po dashke ti me I arritur mirësitë e ahiretit pa u munduar. Kur mirësitë e kësaj dynjaje nuk arrihen pa u mundu, e si të botës tjetër me ori pa mundu. Njeriu në botën tjetër ka aq sa ka punuar në këtë dynjë. Dunjaja kalon shpejt, ndërsa ahireti është I përhershëm. Luma I person I cili vjen tek Allahu Azza wa Jall edhe ka zemrën e pastër. Illa men ata Allah bi qalbin salim, vetëm ai I cili vjen tek Allahu Azza wa Jall me zemër të pastër. Ai I cili vjen me iman, me besim, me vepra të mira, me namaz, me agjërim. Por se ajo që më na mashtron ne përgjithësi është se kam kohë akoma. Unë jam I ri. Kjo na mashtron. Do përkushtohem kur të stabilizohem. Prit sa të rregullohet sa gjëra. Ca punë sa të vënë vi, sa të marrë fakultetin. Pastaj do gjej punë edhe do I përkushtohem dhe Allahut Azza wa Jall. Kjo na mashtron. Kjo na humb. Le të shikojmë disa histori prej parëve tonë. Usama ibn Zeid, 18 vjeç ka qenë. Por se u llohoqi ushtrinë e muslimanëve. Ndër
Pra në mes të asaj ushtri kishte edhe kolos për sahabëve, njerëz të mëdhej boll. Ama ky 18 vjeçar e tërhoqi, pra e ullohoqi atë ushtri. Nuk thanë kjo është i vogël. Apo për 18 vjeç për i ka tjerë. Asnjëherë mos më mbashton nga kjo gjë. Zeid ibn Thabiti ishte ai i cili ishte referenca kryesore kur u këtubua Kurani, që u mblodh Kurani. Hasan el Basri thoshte, o ju të ri, kapuni pas botës tjetër ahiretit. Kjo i këshilla e madhe, gjeni. Hasan el Basri thoshte, o ju të ri, kapuni, punoni për botën tjetër. Ne kemi pa njerëz, thoshte ai, që kanë punuar për botën tjetër, Allahu a ka dhënë dynjan. Pra janë angazhuar për ahiret, me namaz, të rregull, me lexim Kuranit, të rregull, me agjërim. Allahu a ka dhënë ahiret, dynjan. Ama nuk kemi pa njerëz që kanë punuar vetëm për dynjan, që tuk i dhënë Allahu ahiretin. Pa njerëz që punojnë për ahiret, Allahu azza wa jalla i për dynjan. Allahu dynjan u jep atij që e do atij se do. Ndërsa ahiretin, xhenetin, nuk ja jep Allahu azza vetëm atij që e do. Prandaj ai i cili punon vetëm për dynjan nuk ka ahiret. Imam Shafiu u rit jetim në Gaza. Nëna e tij e dërgoi në Mekke. Po pse e dërgoi? Dhe ishte i vogël. Vetëm për të kërkuar dituri. Dhe thot Imam Shafiu, pra nuk kishte pare me ble dhe letër, me ble pra ku mund me shkruajtur hadithe e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe shkonte në përzyrat që ishin më atë kohë, çfarë ngelin prej lëkurave, se ashtu i kanë pas shkruajtur më atë kohë, i mirte dhe shkronte hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ama Imam Shafiu u bën një nga imamët më të mëdhenj. Imam Shafiu. Mos mendoni se rruga e suksesit e atij që arrin është e shtruar me tapet kuq. Janë munduar që kanë arritur. Kanë sakrifikuar, janë angazhu dhe Allahu azza wa jall u ka dhënë sukses. Disa këshilla të fundit, ndoshta do e mbyll me këtë. E ceka dhe para pak se çfarë mendon i riu në kohën tonë sot, që jam akoma i ri dhe do shijoj këtë dynja, dhe gjithmonë e mendimi që këta muslimant, ama unë si i ri, nëse do e praktikoj fejnë Allahut azza wa jall, unë jam i kufizuar. Nuk di tjetër, vetëm se haram, kjo ban, kjo s'ban, kjo ban, kjo s'ban. Ama nuk është kështu. Allahu azza wa jall na ka ndaluar për gjëra, dhe ato janë të ndëmshme për vetët tona, ama shumë gjëra tjera ne ka leju, dhe ato janë të shumta. Një parim bazë është se çdo gjë që është e ndaluar ka një alternativë tjetër që është halal. Por se njeriu varet ku do zgjidh, haramin apo halalin, të ndaluarën apo të lejuarën. Për shembull, Allahu azza wa jalla e ka bërë haram kamatën. Ne ka bërë haram bixhozin, lotot, ama na ka leju gjëra tjera. Na ka leju tregtin. Dhe aty është bereqeti. Pse njeriu me shku tek harami, tek ndalesa që ka bërë haram Allahu azza wa jall, e mos me shku tek halali. Tregtia e ndershme ka bereqet. Wa halal Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allahu e ka lejuar tregtin, shitblerjen, dhe e ka ndaluar kamatën. Allahu azza wa jalla e ka ndaluar, ne ka bërë haram alkoolin, ne ka bërë haram mishin e derit, ose mishin që nuk është i therrur me emrin e Allahut azza wa jalla. Ama na ka lejuar shumë gjëra. Pijet lloj-llojshme, shumëta që ne ka lejuar Allahu azza wa jalla. Po ashtu prej mishave që therren në bismillah, ne ka bërë halal Allahu azza wa jalla. Pra nuk na ka thënë mos hani fare mish. Po jo, ai që është therrur pa bismillah mos hani. Mos thon Allahu azza mos pini fare pije. Jo, pije dese. Po mirë, ka përfitim Allahu azza. Jo valla. Po se që të ruaj mendjet tona. Çdo gjë që është haram është në dobinë tonë. Dhe çdo gjë që ne ka shtyer Allahu azza
është në të mirën tonë. Allahu Azza wa Jalla e ka bo haram zinan, immoralitetin. Po në ka leju martesën. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i shtyn të rinin. Kush ka mundësi më jush që me u martu le të martohet. E kush mundet le ta gjëroj. Pra s'na ka ndaluar rreptësisht. Pra dyert punët që të arrim të Allahu Azza wa Jalla janë shumëta. E rëndësishme është njeriu të mundohet që të kërkoj halalin, më të mirën, më të saktën, atë që kënaqet Allahu Azza wa Jalla, dhe të largohet nga harami. Po ashtu Allahu Azza wa Jalla ka ndaluar përgojimin, shpifjet, thashethemet, sharjet, ofendimet. Po s'do të thotë kjo që ne ta mbyllim gojën vetëm mbyllur. Allahu Azza wa Jalla ka leju muhabetet ku përmendet Zoti, përmendjen e Allahut, leximin e Kuranit. Në ka leju dhe në ka urdhëru për të urdhëru për të mirë dhe për me ndalu nga e keqa e shumë gjëra tjera. Pra Allahu Azza wa Jalla na ndalon diçka dhe na lejon shumë gjëra tjera. S'do thotë që një i ri është i mbyllur. Nuk do thotë që një i ri është si në kafaz. Nuk do thotë që kjo jetë në këtë dunja të rit islam nuk kënaqen. Jo valla. Kënaqen, gëzohen, lumturohen për në halal dhe gëzohen shpirtërisht dhe kanë lumturin e tyre në zemrën e tyre, por njëkohësisht kënaqen Allahun Azza wa Jalla. Allahu Azza wa Jalla ka ndaluar muzikën në ismur zemrat, ne ka ndaluar shikimin haram, por se na ka leju gjëra tjera që mund me u argëtu me to. Se thotë unë argëtohem me këto gjëra. Allahu Azza wa Jalla ka leju futbollin, argëtohu me ta, stërvitjet, udhëtimet, shëtitjet, pikniket, pse jo? Janë halal. Dhe në momenti që ti e ban atë stërvitjen për shemb apo futbollin, që ti është më i shëndetshëm, më i fortë, ti ke dhe shpërblim tek Allahu Azza wa Jall për këtë vepër, që ti është më aktiv në jetën e kësaj dhunjaje. Shëtitjet, Allahu Azza wa Jall shumë ajete kuranore thotë siru fil ard, udhëtoni nëpër tokë, me pa, me shiku. Pra muslimani, i riu musliman nuk është i mbyllur. Nuk ka jetë të errët, jo valla, përkundrazi, ka jetë lumtur. Ndryshe nga ata cilët jetojnë vetëm për këtë dunja. Ndryshe nga ata cilët brenga e tyre është vetëm që me arritur një kënaqësi të përkohshme në këtë dunja. Kënaqësitë haram janë për pak minuta, çfarë do qoftë ajo kënaqësi. Ndërsa pishmallliku i atij harami që e ke kryer të zgjat gjithë jetën. Ndërsa kënaqësia në halal është të shoqëron në këtë dunja që s'bash ndonjëherë pishman, po edhe ashtu edhe në ahiret, në botën tjetër kur dalim para Allahut Azza wa Jall. Mos më uzjet më shumë, e lusë Allahun Azza wa Jall që na japi iman, besim të palëkundshëm në jetën tonë kësaj dhunjaje. E lusim Allahun Azza wa Jall na udhëzoj në fenë e tij. Na ruaj Zoti nga lajthitja, na ruaj Zoti nga devijimi, nga humbja, nga rrëshqitjet. E lusim Allahun Azza wa Jall që goja tona mos pushojnë nga përmendja e tij. Mos pushojnë nga leximi i Kuranit. Mendjet tona të meditojnë, të mendojnë rreth madhështisë së Allahut Azza wa Jall. E lusim Allahun Azza wa Jall na japi jetë të lumtur në këtë dunja dhe jetë të lumtur në ahiret dhe na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Dhe lusim Allahun Azza wa Jall të shpërblet mirat e tij për dëgjimin. Sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi. Allah shpërblet për që në nërruar së forë Selmane. Tani, si që është vota ti, pas ligjerimit të hoxhës, kemi një ilahi nga vlla jonë i dashur Shuaibi. Para se të fillojmë ilahin, do t'ju kërkoj gjithëve që siç është rrudhës, pra çdo njeri për nesh e ka i shok, patjetër. Çdo njeri ka i shok të ngushtë që atë shumë, e ka i shok që ja tregon ato sekretet e veta. Profeti alayhi salatu wasalam na ka këshilluar me hadith bukur ku thotë: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Askush dhe asnjëri prej jush
nuk e ka besimin ashtu siç duhet plot, derisa të dojë për vllajën e tij atë që don për vete. Prandaj, në takimin e radhës me lejen e Zotit gjithësisë, çdo njeri prej jush që është prezant këtu, nuk them ka obligim, por duhet patjetër ta marrë një shok me vete. Ashtu sikurse ti don të mirën vetes tate, ashtu sikurse ti don të mirën vetes tate dhe don xhenetin, duaj edhe për vllajën tënd dhe inshallah në takimin e radhës të jeni jo sa që jeni sot, po 2 fishi, i kësaj pse je 3 fish. Inshallah taala për të bërë sebeb për të mirën, për të bërë sebeb për përhapjen e mesazhit të Allahu xhelle xhelaluhu dhe qetësisë dhe rahatësisë. Plus kësaj, tek ekrani keni barkodin që mund ta skanoni dhe të merrni informacionet për takimet e radhës inshallah taala. Çdo njeri prej jush mund ta skanojë dhe të futet te grupi. E ftojmë vllajën ton dashur Shuaibin që na kënoj një lajm. Pasi lajmis, nuk po marr në mikrofon, inshallah të jetë këto prej. Çdo krijes që mbot frymon, çdo gjallës që ekziston, çdo gjë që jetën shijon, ja Allah të madhëron. Ty çdo gjë shpreh madhërim, për në sa njerëz sa gjin, shumë prej tyre jo nuk din, udhëzoj ti ja Rahim. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Edhe lulja kur lulzon, edhe mali kur gjelbron, dhe bilbili kur këndon, ja Allah të madhëron. Edhe qielli kur gjemon, dhe rrufeja kur veton, edhe shiu kur pikon, ja Allah të madhëron. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Edhe peshqit sa llojan, sa kandete oqean, dhe insekte me milion, ja Allah të madhëron. Ty çdo gjë shpreh madhërim, për dhe ca njerëz ca gjin, shumë prej tyre jo nuk din, udhëzoj ti ja Rahim. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah e shpërblet mirë Zotin në rrotë dhe këtë takim inshallah lutim Zotin që ta vendosim në veprat, në bashkëpunën e veprave tona të mira.